Policia shqiptare gjatë ndeshjes me Shqipërinë, lidha Kosovës ndoshta goditjen më të dhimbshme ndonjëherë, shkruan media bosnjake Sport. Shqipëria ndahet baraz 0-0 me Serbinë në ndeshjen e xhirës së tretë të kualifikueseve për kampionatin botror, dhe ndërsa një tifoze po kërkonte pozën më të mirë për të bërë një foto të paharrueshme, një dramë e vërtet po ndodhte në sfond. UÇK, Ushtria Qeverimtare e Kosovës, përfaqëson krenarinë e të gjithë kosovarëve, veçanërisht në luftë me serbët. Megjithatë, shfaqja e simbolit të ushtrisë së Kosovës në ndeshjen Shqipëri-Serbi është rreptësisht e ndaluar dhe sigurisht që nuk do të jetë lehtë për Kosovën ta kapërcejë këtë veprim të policisë shqiptare. Rastësisht, meqense nuk u lejuan të sillnin simbole, tifozët shqiptar brohoritën me forcë para dhe gjatë ndeshjes. UÇK, shkruan media bosnjake. Murgim Mavra i ka reaguar pas barazimit 0-0 të Shqipërisë ndaj Serbisë në një nga ndeshjet më të pritura, me një mesazh të shkurtër, por domethënës. Ai kritikoi qasjen e ekipit kombëtar dhe trajnerit Silvinho. Ndeshjet të tilla luhen për t'i fituar me çdo kusht, jo thjesht për të mos humbur. Faleminderit, shkroi Mavra në profilin e tij në Instagram. Ky reagim është interpretuar nga shumë tifozë si një shigjetim i drejt për drejt ndaj strategjisë së kujdesshme të Silvinhos, i cili zgjodhi të mos rrezikojë, duke u fokusuar më shumë në mbrojtje se sa në sulm. Përkundër faktit që Shqipëria mori një pikë, Mavra i sugjeron se kjo ishte një mundësi për e mirë për të marrë fitoren. Ish-mbrojtësi kombëtare shqiptare Murgim Mavraj ka qenë pjesë e brezit të artë që dërgoi Shqipërinë në Euro 2016, është njohur për karakterin e tij luftarak dhe leadershipi në fushë. Shumë tifozë ndan të njëjtën ndjenjë zhgënjimi pas ndeshjes, jo vetëm për rezultatin në vetvete, por për mungesën e guximit dhe pasionit në një përballje kaq të rëndësishme. Përballë Serbisë nuk luhet vetëm për 3 pikë, por luhet për krenari, për dinjitet dhe për historinë që ndan dy popujt, ka shkruar ndër tjera ai.